Genar Topalli ka reaguar pas aludimeve se martesa e tij me Cindy Marino në Rom ka kushtuar 500.000 euro dhe është paguar me paratë që mamaja e tij, Josefina Topalli, si politikane i ka vjedhur popullit. Genari e nis sqarimin e tij që nga ceremonia e zhvilluar në Bazilikën e Shën Marisë te altari i qejve, për të cilin ai thotë se nuk ka pagesë, por vetëm një donacion simbolik. Gjithçka është menduar e organizuar dhe financuar prej meje dhe Cindit, me mbështetjen e prindërve të saj, shkruan Genari, duke theksuar se familja e partneres jeton në SBA prej 30 vitesh dhe ka ndërtuar biznese të suksesshme në fushën e transportit dhe të sportit. Një ndër personat që reagoi publikisht për dasmën ishte edhe moderatorja Eva Murati, e cila dikur ka qenë e dashur e Genar Topallit. Sipas një komenti të saj në rrjetet sociale, dasma ishte financuar nga paratë e vjedhura nga fondet publike. Reagimi plot i Genar Topallit. Të dashur miq, familjar dhe të njohur, më 13 shtator 2025 përjetova ditën më të bukur të jetës time. U kuriorzova me Cindy Marinën. Edhe pse nuk kemi asnjë detyrim të japim shpjegime për jetën private, dua ta bëj këtë reagim për transparencë. Ceremonia u zhvillua në Bazilikën e Shën Marisë, te altari i qejve, një bekim i madh shpirtëror për të cilin siç dihet nuk ka pagesë, por vetëm një donacion simbolik. Më pas darka u mbajt në një ambient në Rom, me kosto që nuk kalon shpenzimet e zakonshme të një dasme në Shqipëri. Çdo kush mund ta verifikojë lehtësisht me një kërkim të thjeshtë në Google. Gjithçka është menduar, organizuar dhe financuar prej meje dhe Cindit, me mbështetjen e prindërve të saj. Ne jetojmë e punojmë në SBA, ku drejtojmë së bashku biznesin ton në fushën e transportit, ndërsa Cindy, përveç angazhimeve të tjera, menaxhon një nga klubet më të mëdha të volejbollit në Kaliforninë Jugore, në pronësi të familjes së saj. Prindrit e Cindit jetojnë në SBA prej afro 30 vitesh dhe sot kanë ndërtuar biznese të suksesshme në fushën e transportit dhe të sportit, me mbi 150 të punësuar. Ky sqarim bëhet për të shmangur çdo keqkuptim dhe për të hedhur poshtë komente me shifra krejtësisht të pavërteta e spekulative. Falenderoj me zemër të gjithë ju që na uruat në këtë ditë të shenjtë për familjen tonë. Me respekt, Genar Topalli.